Se ka pao, Mario, se ka pao. Ka kapetan, jën kapetani ku je. Se ka pao. Si nata me ditën, 2 bloqet dhe më thënë. Njani blok me fundrina, bloku tjetër me krenarin. Të zgjallin dhe që publiku, qa dojnë, një njëri që nuk lot shumë, rënë në shpinë, po ka i bagazh, ka bëj karrierë, edhe në momentet caktume del në pa, vlerat i dalin pa vlerat e ti, apo do një që s'ja të anditën e banë lëj, ose një si ofendojnë nga mjesit dhe ndarë, të zgjallin, kush me fitu, e ku i kanë 2 variantet, sot biles dolin 2 variantet, mundëni me zgjall këtë doni. Po, dhe që si fiton pikë Laerti, të në kokër shminës. edhe mundën me zgjallë çfarë reputacionit kanë kriju njerëz me kontribute të vërteta në punën e tyre gjatë karrierës tyre, si Margarita Xhepa ndjes postështi. Edhe ti nga Kurti që doli e bani një përshëndetje për Laertin nga Azili. Po. Më thënë, ato me të vërtet mund të kenë rrethana ndryshe, por ama reputacionin njerëzore kanë të pavdekshëm. Apo doni me zgjallë me një kongë në Rolls regaton që do të dalin këtë verë dhe në shtator me harru se kush e ka kënu dhe mundësisht edhe me për çmu atë që për cilin je djeg një verë, kupton. Pra, të 2 gjana nuk qëndrojnë një vend. Tash o do të me fitu e mira ose s'do të beken. Ky pra Laerti nuk do të beken tipa që Laerti s'do të beken te ky format pra hiç, sepse në fund dalin jo fitus. Dhe vetëm ulin pik në këto formate. Mendimi im, ulin pik se nuk e fitojnë. Se për me fitu vlerat, i kanë vlerat ato, s'kan që me fitu vlerat ma shumë. Ata kanë shku me fitu bikun, pra me atë që i kanë, a e fitojnë bikun, nuk e fitojnë pra, nuk i mjafton. Pra ose du të beken to, ose du të beken pala tjetër. Pra o fut ton artista aty dhe të shojmë kush është ma... Kanë vështrim jashtë lojet. Në Big Brother futet edhe i kirurg, po kjo zot thot që i duhet me fitu Big Brotherin kirurgu se është shumë i zoti në kirurgji. Jo pra, jo, po... A i duhet me kanë i zotin terren aty në bashkëtesën e mylljes. Por neve jashtë presupozohet që i dallohena nga reagimet aty në që janë të myllur mbrand. Neve jashtë do të ndahena në grupe si ai që i pëlqen horrat, ai që i pëlqen idiotat, ai që i pëlqen të zgjuarit, pra inteligjentët dhe ai që i pëlqen intelektualt. Se fat sa ka dhe Aldo me Laertin. Në kuptimin e lojës, jo me Laertin në kuptimin e aktorit që është Laerti është. Është s'po marr. Fanca ka dhe danja sepse është njëri i edukum, edhe shprehet qartë. Ai kupton. Këtu ndahena ne. Edhe ne renditen atë më thon sipas gjejmë veten domethënë aty. Pra, po du të bëj ardhë njerëz, Laerti të mi ba me allon nimen vllai mall për me i fitu pik Laerti, sepse po ta shohim Laerti çyshte dashuria e madhe me Bonen deri te ky surpriza e fundit për Laerti s'ka fola si komentues, ishte harru. Po ja pra që duhet produksioni vet me i llan me i bë do zbukurime që më u kujtu publikut dhe shef edhe komente që bravo Laerti fitus fill kujtohen me një gjë të bukur që doli sot. Edhe sot me ta mani ishte emocionuese, ishte e bukur me vlera, me mesazh të fortë. Edhe një gjë se ma kujtoj me drejt një komentues e Ledin që e kena kretë rregullta. Thot duke bë këto, ja ta lexoj mesazhin. Kanë promovu kaq shumë llumë si vjetët, ka ngel vetëm audiencë adoleshente. Me ta përkthej këtë që ka thënë Ledi. Ta përkthej pak sepse ajo i kora për shkurt për me bë një koment. Nëse do të fusësh gjëra komerciale për regatonin, atë që isha të thonë fillim, do të metesh me një target group që ka interes me të po, që nuk blen marrë. Nuk ka fuqi, nuk është akoma fuqi punëtore, është në shkollë, është në kuadrin e një aventure rinore tjere. Nuk është fuqi ekonomike, edhe domethënë unë s'di si kanë zgjidhur edhe këto punë, sepse të shohin edhe të bëhet nami në Instagram, nuk me komente, nuk përkthehet automatikisht në vlera të tipit as vota, as blerje të këtyre reklamave që na reklamojnë gjatë këtij spektaklit me 10 minuta për çdo herë që kanë ndërprerje etj. Prandaj edhe duhet mi balancu këto janë.
Dhe mi gjitha nuk duhet me pas më shumë privilegje idiotat, se sa njerëzit e mundum gjatë karrierës tyne gjatë jetës. Apo jo? Po, dakord, po. A thonë fund Mario fiton gjithmonë mandej ma i me vlera në fund. Në fund fiton ai me vlera, po jo të çmimin. Tash në këtë rastin me çmimin. Shif Big Brother të kaluam për shkak merrim me rrallë. A kanë fitu, janë bashkë zhurma si fiton dikush po në fund kanë fitu. Po siç ka pas, po ja më ja, s'mundesh me thënë. Çfarë mundesh me thënë për Ilirin që se ka merituar, e ka fituar? Jo, pra bashkë zhurmë për Donaldin e tjerë, po në fund ka fitu Ilirin, një tamam në rregull. Edhe në vitin e dytë që ka fitu Luizi, ai që është dashur me fitu e ka fitu. Në vitin e tretë na çaloja punë të shohim të katërtit. Treti ka qalu? Ti s'ka qalu, po. Jo, ma egla ka kanë me shkollë, më të ishtu si la erti. Po se ka meritu. Se ka meritu. Nuk na ka meritu. Nuk na ka tregu sforcët e jetës që i ka akumulu dhe i ka përvojë. Na ka tregu Majdanozin. Si pyetjen, pse nuk e fitoi e parë. Pse nuk e fitoi Juli? Shumë bukur e ka bërë, se fitoi Juli, tamam. Pra dhe shme thënë edhe këtë vita, thu du të fitoj një lajert ose një rëzan grot, apo një gert, a du të fitoj një nga këtë tre pensionistat me nëndja, apo du të fitoj gjesti ky fenomeni, pra që flasin fenomeni. E këto vërtit. Fenomeni i kujt, i hashtagut. Fenomeni i hashtagut. Fenomeni i mosh të ati, sot që shojnë, që votojnë, që bëjnë. Edhe modeli që s'duhet me shku në shkollë, se ja del edhe po shku në shkollë. Qa ty bo? Ty pi bar. Ja del ty pi bar. A fitan dikun mos. Ha? A rrin ti, unë e tanë rrin si me të. Kurse unë du me najt një zberisht me jetu. Ta një jetën veç pas mu bo kur një ashtu. S'ka problem. Ka një problem. Jo, s'ka si problem. Edhe nuk e ndroj për shamull eksperiencën e jetës teme me një atë lloj eksperiencë. Edhe unë po t'iku në Amerikë vetë si gjesis po bam. Fiks. Po shkoj për në një punë krahu të ndërume, edhe vetëm me një model që është katastrofë nuk e bëj. Pse? Po special apo? Ndjehemi dopt kur jam ashtu. Ndjehem njëri kot kur jam ashtu. Rregumane, nuk po diskutojmë na për mua ty thjesht po analizojmë se pse fiton ky fenomeni, pra ky djali gjesti përballë një laertit shumë serioz ose të rëzan, që kanë bërë shkollë, vite karrierë e tjetër. A thu çalojnë lojmër ndoshta, çalojnë lojmër por se kanë jetën lojë ndoshta. Ku diu? Kurthi i viralitetit, pra. Kurthi i viralitetit. Të bësh viral për momentin një, mundesh mu përcellu për 2 ditë më mbrapa, po s'ka rëndësi, herë për momentin mundojmë. Shife, atë që kishte dashnore që i ban be motrën e kësaj gjëna. Shife se si është përcelluaja. Aja është përcelluaja, duhet me ikë me jetu dikun tjetër për momentin një për këtë 6-7 vjet. Ti na thënë ma keq ka me dal, Edhe ma keq, po, është se dojnë momentin me gjujt inshallah bën viral për mirë për këtë ka gjë se marr klikime, shumë bukur, banu. Po mi më marrë sa këtë temë shumë e gjatë, pa a thua tu a shërben shkolla sot? Po si nuk shërben më është disiplinë. Ose nëse unë nuk trajtohem disi me disiplinë, nuk do të kem disiplinë kur, s'kam nerva as me të një gjuhë ty, s'kam nerva as me duru kërkën kush më sillet rreth rrotull. S'kena nerva me duru njëri tjetrin dhe do ham njëri tjetrin mandej, a kupton? Nuk po tham me lan shkollën 12 vjeç, po tham mos me hinë për universitete me marr drejtime sikur po marrin dek fuqishme agja se sot po i bëjnë lek njerëzit ose po e marrin informacionin shumë shpejt, sa hinë lexon e librin ky tjetri ka marrë 1.000 milion e miliarda informacione, sa i lexon rreshtin e parë dhe duhet edhe me mësu prej mend se të rreshtin. Ato nuk marrin informacion, aty çka bën ky gjëja. Gjëja kujton se ka marrë informacion se si me bë muzikë, po në fakt ai ka marrë informacion që duhet mu kollit me pare, te dikush me promovu jashtë mase shumë për me shit me detyru 200.000, 1 milion njerëz me thënë që kjo është muzikë. Po ajo nuk është muzikë mandej, a kupton? Po kjo no vetëm Shqipni me në dhe kjo nuk e ban gjën me ditë se si formulohet muzika, me pas koncept muzikor. Por ban popullin, ban audiencën ma të dopt, ma vulnerabel, ka shi një aksionit
Muziku është si puna e asaj. Sa ai thot kemë më dëgju vetëm muzikën, unë dal përpara gjithkund, kam pagu parat me dal gjithkund përpara. Në ekran, në video, në celular, gjithkund. Ti s'ke komik I thot audiencës. Jeni detyruar me pa mu. Edhe ko kryej mohabet. Kaq. Okej. Tesh para se me umyll kjo, Mario, a ke marrë ndonjë kështu ti, e përgatit për ndonjë torta, ndonjë vena, që të me hap, qofse dhe Rozana sot finaliste apo? A ke marrë ndonjë, ke blerë A ndonjë për gjë? Rozana, thash se deshe me muru se ka ditëlinjën vjerra, mor. Hajde. Kur marrë? Hajde, ma. Kur e Ka kalumër? Ka kalumër, mor. Hajde, vali, Hajde, gëzuar Valentina. Hajde, vali. Unë kisha bërë tort për Gertën, po hapi për valin të shu, ka punë. Ti shqyqyr që doli ditëlinja e valit se s'pate me hap. Do një këtë bësh. Si thoni të si se po vjen shumë prituna, a thu të dyja Mario mos me ne prish mua ty produksioni thua? Kam përshtypjen veç prej nesh, pra se na kanë dojnë me u tregu mirë njohësa që na kanë marrë skaletën javë për javë. Edhe mos me aprish as Mario as Sionit, po I fusin të dyja në finale. Atëherë nga ashtu tham, a pe Mario që do të bëhet një televotim I shpejt që do dalin dikush, si se tham? Ato Direkt, nga 7 tjerë që nuk janë për finalistat, do të dalin. Po atë nuk do ta analizojmë ne, do ta mbyllim me këtë të fundit, me primin me këtë pjesën e fundit se kush del finalisti I parë. Shifën as zjarma. Hajde zjarm. Ciao. Hajde gëzuar. Ciao.